Kurti me letër ngushëllimi për Shpat Kasapin. Ikje e papritur dhe e padrejt, brezat u ritën me figurinë e tij. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas lajmit të hidhur për ndarjen nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi, duke i dërguar një telegram ngushëllimi familjes Kasapi. Në letrën e tij, kryeministri shprehu dhimbjen për ikjen e papritur të artistit në moshën 40 vjeçare, duke cilësuar humbjen si e papritur dhe e parakohshme, dhe më shumë dhe vjen si e padrejt. Kurti vuri në pa energjinë dhe karizmën e Shpatit, duke theksuar se tingëllon edhe e pavërtet, aq i ri ishte. Ai nënvizoi ndikimin e artistit në shoqëri, duke shkruar se shumë breza të pasluftës janë rritur me figurën e tij dhe këngët emblematike. Për Kurtin, Kasapi do të mbahet mend si një djalë punëtor, i qeshur dhe mbi të gjitha shumë karizmatik. Kryeministri theksoi gjithashtu kontributin e tij në bashkimin e shqiptarëve të gjitha trevave. Muzika e tij ka arritur të bashkojë shqiptarë gjithandej botës, por më së shumti ka bashkuar shqiptarët e Kosovës e të Luginës, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Në fund të letrës, Kurti uroi forcë zonjës Gjylymser, bashkëshortes Selvie dhe djalit Roel, për të përballuar këtë humbje të rëndë.